është dhënë ky ushtrim. Të gjendet sipërfaqja që nuk është e mbuluar nga ngjyra e zezë. Pra, kemi një katror, tek i cili kemi bërë një ndarje me njësi katrore, dhe në këtë katror gjendet një sipërfaqe e mbuluar nga ngjyra e zezë, ne kërkojmë të gjejmë pikërisht atë që nuk është e mbuluar nga kjo ngjyrë. Nëse vërejmë me kujdes, sipërfaqja e mbuluar me ngjyrë të zezë ka dalë si një kombinim i 4 trekëndshave. Pra, nëse se ne do gjejmë sipërfaqen e secilit prej këtyre trekëndshave dhe pastaj nëse do kryenim veprimin e zbritjes nga sipërfaqja e përgjithshme e katrorit, pra do ishnim pikërisht sipërfaqen e këtyre 4 trekëndshave, ne do të gjenim atë çfarë na kërkoi, pra sipërfaqen e cila nuk është e mbuluar nga ngjyra e zezë. Atëherë le të marrim në veçanti një për këtyre trekëndshave, trekëndshin që kemi shënuar me numrin 1, po e veçojmë nga figura për ta analizuar më mirë, dhe e ky trekëndësh kemi bazën e tij, dhe nëse do kërkojmë të ndërtojmë lartësinë mbi këtë bazë, do të bënim një zgjatim të kësaj baze, që më tej të kishim të mundur ndërtimin e lartësisë. Sikur t'i ktheheshim figurës së dhënë në fillim të këtij ushtrimi, zgjatimi i bazës do ishte pikërisht brinja e katrorit, ndërsa lartësia mund të përcaktoheshe me 3 njësi. Atëherë, për sipërfaqen e trekëndshit të parë, do të thoshim se ajo do ishte e barabartë me 1, që është gjatësia e bazës, shumëzim 3, që është gjatësia e lartësisë, pjesëtuar për 2, dhe nga kryerja e këtyre veprimeve, do të merrnim vlerën 1/5 njësi katrore për sipërfaqen e trekëndshit të parë. Me një logjikë të ngjashme do të vazhdonim përgjetjen e sipërfaqes së trekëndshit të dytë, ku baza është 1 njësi dhe lartësia përsëri 3 njësi. Pra do shkruanim së dy të barabartë me 1 që shumëson 3 mbi 2, baras me 1/5 njësi katrore. Për trekëndshin e tretë, kemi bazën 1 njësi dhe lartësinë 2. Pra, së treshi baras me 1 shumëzim 2 mbi 2, baras më tej me 1 njësi katrore. Dhe për trekëndshin e katërt, kemi bazën 1 njësi dhe lartësinë që ndërtohet mbi zgjatimin e kësaj baze, e cila është 2 njësi. Pra, së katra e barabartë me 1 shumëzim 2 mbi 2, baras me 1 njësi katrore. Më tej do të llogaritim gjithë sipërfaqen e katrorit tonë. Duke patur parasysh brinja e tij është 5 njësi, sipërfaqja do të dilte 5 në katror, baras me 25 njësi katrore. Atëherë, për vazhdimin e problemit, mbledhim sipërfaqet e 4 trekëndshave që llogaritëm më parë. Pra kemi se 1 plus 2 plus 3 plus 4, baras me 1/5 plus 1/5 plus 1 plus 1, baras me 5 njësi në katror. Dhe nga këto llogaritje mund të përcaktojmë sipërfaqen e bardhë, pra sipërfaqen që nuk është mbuluar me ngjyrë të zezë, që do dalë nga diferenca e 25-s me 5. Pra nga sipërfaqja e gjithë katrorit, po heqim sipërfaqen e 4 trekëndshave. Kështu që sipërfaqja që na kërkohet është 20 njësi katrore.